إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falënderimet për uljet në nshtrimet i takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të ditës së Kiametit, ai i cili posedon emra të bukur dhe cilësi të përsosura. Dëshmoj me bindje të thellë se askush nuk adhurohet me të drejtë me merit përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe është i dërguar i tij. Salavat dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasues të tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, pasimi rrugës pejgamberit alayhi salatu wassalam është rruga e shpëtimit. Ashtu siç kanë thënë salafus salih, me ndjek rrugën e të parëve, me ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në bindje, në fjalë, në vepra, në moral, në të gjitha aspektet, sigurisht se është sikur anija e Nuhut, men rakibaha naja, ai i cili hyn këtë anije, ai do të shpëtoj, e ai i cili nuk hyn në këtë anije, gharq, ai do të fundoset. Është tradit, është kulturë e pasuesve të kotës që të akuzojnë njerëzit që janë të vërtetën. Kështu filluan me pejgamberin alayhi salatu wassalam duke etiketuar si të shmendur, mejnun, sahir, magjistar, fallxor, esatir el-awwalin, po flet pralla popujve të kaluar. Kështu e luftuan pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe pasuesit e tij, Khawarijët, Murxhit, Jahmit. Gjatë shekujve, çdo njerëz, gjithë ata që shfaqin devijime në fe apo këmbgulin të kotën, ata sulmojnë me akuza dhe me padrejtësi. Është një kriter i fuqishëm nga Kurani ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Sillni argumentet për ato që pretendoni. Shumë njerëz pretendojnë që janë të vërtetën, por ju mjafton argumenti. Një nga akuzat më të ashpra në umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, shekujt e fundit, është etiketimi i ehli sunetit vahabista. Kjo është një akuzë shumë e rëndë, që mundohen t'i paraqesin ata që janë ehli tauhid, ata që e mbrojnë tauhidin dhe luftojnë shirkun, si janë një fraksion i shfaqur në mesin e muslimanëve. Kanë për qëllim thirrjen e pastër të Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimahullah, i cili doli përballë shirkut, i cili i doli përballë bidateve, e mbrojti të vërtetën. Pra ishte përballë atyre njerëzve që justifikonin shirkun e madh, kështu që u luftuan nga të gjitha anët. Po lufta më e dëmshme ishte humbja e imazhit të tij, pra tentimi për ta humbur imazhin e tij.
Prandaj, nuk ka lëvizje vahabiste. Ata të cilët thonë që ka lëvizje vahabiste, ata kanë për qëllim me luftu sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mjafton si argument i fuqishëm kur ti flet për tauhidin, apo merr librat e tauhidit që duhet të adhurohet vetëm Allahu subhanahu wa taala, dhe lufton shirkun me të gjitha llojet e shirkut, dhe lufton bidatet me të gjitha llojet e bidateve, mjafton që të etiketohesh më njëherë dhe të thuhet se ky është vahabi. Dhe sigurisht se kjo është një nder shumë i madh për Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, i cili bëri një ringjallje të fuqishme, ringjalljen e sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pas disa shekujve doli Imam Albani rahimahullah, i cili shkatroi pasimin e verbërt me dhëbeve, argumentimin me argumente të haditheve të dobta, gjë që luftuan nga gjitha anët dhe etiketuan se është njëri që ka sjell po ashtu diçka të re. Rruga e pasuesve të bidatit, apo të atyre të cilët janë të kotën çdo herë etiketojnë padrejtisht. Andaj, sa lëvizje shfaqen mesin e muslimanëve, si janë fraksionet e ISIS-it, Al-Nusrës, Al-Qaidës, të gjitha këto rrugë të shëmtuara që mundohen t'ja mbeshin Muhammed ibn Abdul Wahhabit rahimahullah, kjo është një padrejti shumë e madhe. Të dashur besimtar, një nga akuzat e mëdha që pasuesit e të kotës janë, i akuzojnë ehli sunetin si janë një fraksion, po ashtu el-medakhila, Rabioca, siç njihen vendin ton, i etiketojnë njerëz të sunetit, Rabioca. Pra në emër të një dietari të madh që quhet Rabi ibn Hadi al-Madkhali, ata pasues të bidatit apo pasues të kotës akuzojnë ehli sunetin me këtë, sepse ky ishte një nga zërat më të fuqishëm që luftoi ekstremizmin, që kërkojnë nga muslimanët të ruajnë qetësinë, ta mbrojnë vatanin e tyre, ta mbrojnë shtëpinë e tyre, të lidhen me udhëheqësat e tyre, që të jenë të fuqishëm përballë armikut. Dhe pasuesit e të kotës e luftuan këtë dietar, dhe të gjithë dietarët të cilët e mbrojtën Kur'anin dhe Sunetin, këtë pikë shumë të rëndësishme që është prej bazave të Sunetit, ata e etiketuan si një fraksion. Prandaj, është trashëgimi e njerëzve të kotës etiketimi dhe përhapja e dyshimeve në mesin e muslimanëve. Ka thënë Yahya ibn Muadh, li yakun hadh al-mu'min minka thalatha. Ka shi muslimani duhet i kesh 3 gjëra. In lam tanfa'hu fala tadurruhu. Nëse nuk i bën dobi muslimanit, atëherë mos e dëmto muslimanin. Wa in lam tafrahuhu la taghummuhu. Nëse nuk e bën të lumtur, mos e bën që të brëngoset. Wa in lam tamdahuhu fala tadhummuhu. E nëse nuk e lavdron, atëherë mos e shaj. Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: "Al-muslimu akhul muslim." Muslimani është vllai muslimanit. La yadhlimuhu, nuk i bën padrejti. Wa la yakhdhuluhu, nuk e poshtron atë. Dhe nuk ka padrejti më të madhe se sa të etiketohen vëllezërit tu nga besimi, nga suneti, se janë pra të një fraksioni apo të janë të një lëvizje padrejtisht. Kjo është akuzë shumë e rëndë. La yadhlimuhu, pra nuk i lejohet muslimanit me bë padrejti muslimanit. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, një hadith që përmend Imam Muslimi rahimahullah, ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam: "Marra rajulun bi ghasni shajaratin ala dhahri tariq." Një njeri ka kalu pranë rrugë dhe ka pa një degë e cila po i pengon muslimanët. Faqal, është ngrit dhe ka thënë: "Wallahi la anhiyanna hadha anil muslimin la yu'dhihim." Unë do ta heq këtë pengesë, mos mi pengu muslimanët. Pra një degë në rrugë është krejtësisht një pengesë e vogël, por qëllimi i tij që të mos i lëndoj muslimanët është shumë e madhe. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Fa adkhalahu Allahu al-janna." Allahu ja ka mundsu xhenetin. Pra mos me i lëndu muslimanët, mos me u bë padrejti muslimanëve. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besuar, "la yaskhar qaumun min qaumin asa
an yakunu khayran minhum. O ju të cilët keni besuar, mos u tallni me njëri tjetrin. Pra, një grup njerëzish të mos i tallin të tjerët, sepse ata të përqeshurit mund të jenë më të mirë se sa ju që i përqeshni. Dhe thonë dietarët që në shumicën e rasteve, ata të cilët përqeshen, nënçmohen, injorohen janë më të mirë se sa ata të cilët përqeshin. Sepse është cilësi e besimtarit që të mos i përqesh të tjerët. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna. Dhe as gratë nuk lejohet gratë tjera me i nënçmu, sepse edhe ato mund të jenë më të mira se ato që përqeshin. Wala talmizu anfusakum. Dhe mos i nënçmoni, pra qoftë me veprime, me gjeste, me fjalë, njëri tjetrin. Wala tanabazu bil alqab. Dhe mos i etiketoni me nofka. Pra as vehabi, as medkhali, as saafika, si që në shpash pasues të kotës që edhe sot në mesin e ehli sunetit i etiketojnë të tjerët padrejtisht. Pra me terma të ri, këtë rregulla mbesin deri në ditën e gjykimit. Menhexhi selefi nuk ka ndryshuar. Nëse padrejtisht dikush na etiketon duke i etiketuar ehli sunetin si vehabia, vehabizëm apo medkhalizëm, me çfarë të drejtë dhe me çfarë logjike tani mund t'i etiketoj me terma të tjerë, përderisa imam sunetit janë hyrë dhe kanë detajuar këtë çështje dhe kanë qenë shumë rigoroz dhe të ashpër për ata të cilët shpifin këto shpifja apo etiketojnë me këto etiketime. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kapuni për litarin e Allahut wala tafarraqu. Dhe mos u përçani. Cilat janë nga faktorët më të mëdha që përçajnë muslimanët? Etiketimet pa baza. Ata që e dojnë Kuranin dhe Sunetin dhe e dojnë unitetin e muslimanëve, a duhet të etiketojnë me këto etiketime? Pra sa shtiren dhe paraqesin se ata të cilët e luftojnë selefit, sa paraqiten që janë njerëz që e dojnë unitetin, por me fjalë dhe me vepra e luftojnë. Pra etiketimi i ehlu sunneti wal jamaa me nofkat pa baza është, nuk duhet themi është gabim, po është padrejtësi. Adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman. Sa fjalë dhe vepra të shëmtuara janë për ju muslimanët, që keni pranuar islamin, keni hyrë këtë islam dhe të përdorni kësi nofka. Sepse kur ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam në Medinën e ndritshme, po thuaj se çdo njeri ka pasur ka 2-3 emra. Dhe kur pejgamberi alayhi salatu wassalam filloi duke i thirrë disa prej ansarëve që nuk e dinte se çfarë është për qëllim, ansarët thanë se ky është për qëllim nofke gabuar, fjalë keqe. Atëherë zbritën ajete që Allahu i thret besimtarët që të mos e thrasin me etiketime njëri tjetrin. Bi'sal ismul fusuq, pra nuk i përket muslimanit me etiketu pa bazë. Këtu përjashtohen ata cilët shpikin fenë e Allahut. El Jahmiya. Jahmit janë ata cilët kanë shpif. Janë ata që kanë devijuar cilësitë e Allahut. Që janë pasues të Jahm ibn Safuanit. Dhe Jahm ibn Safuani ka mohuar cilësitë e Allahut. Këtu me plot të drejtë ata që ndjekin rrugën e Jahm ibn Safuanit janë Jahmi. Pra ai i cili sjell bidatën fe, edhe sjell nga devijimet të qarta në fe, dhe ata që ndjekin devijim me plot të drejtë ata duhet paralajmërohen. Andaj robët e Allahut, keni frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Ruajini gjuhën e juaj. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Çdo herë kërkoni argumentim, jo aforizëm. Çdo herë besimtarët duhet kthehen për çështjet që nuk i kuptojnë, duhet kthehen te ahlul ilm ar-rasikhin. A nuk e keni shfletuar fjalën e Allahut? War-rasikhun fil ilm. Ka 2 lloj ajete në Kur'an, ato që janë qarta, pra çdo njeri i kupton ato ajete. Por ka ajete të paqarta, ato të paqartat janë për shtresën e përgjithshme. Por jo për ata të cilët janë rasikhun fil ilm, thëlluar, të brimosur në dituri. Ka dietar që Allahu ju ka dhënë dituri që nuk e ka dhënë të tjerëve, apo janë specializuar një fushë që nuk janë të tjerët. Në fitnën e
Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiut me Ibn al-Ash'ath kanë ranë në shprovë. Sa dietar, mirë po Hasan Basriu ka qenë ai të cilit Allahu i ka dhënë një urtësi dhe i ka thirrë muslimanët mos me ngrit kundër Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiut. Njëri që ka bë krime, njëri që ka bë vrasje, njëri që ka vrarë dietar, ka qenë njëri kriminal, por ka pas ushtri të fuqishme. Ka qenë komandant i perandorisë e me vite. Hasan Basriu që janë përqesh dhe janë tallë me të, kanë përqesh. I vetmi në Bagdad ka thonë mos më ngrit kundër ushtrisë së Hajjajit. Kur ka përfunduar fitnja dhe janë vrarë me mira musliman, të gjithë kanë thënë Hasan Basriu ai është imam dhe kanë kuptuar që në fitnë njerëzit duhet kthehen të njerëzit e dijes. Ata që kanë njohuri, ata që kanë xhelozi, ata që kanë xhelozi për fenë e Allahut më shumë se sa neve këtu. Dhe janë më të ditur dhe kanë kaluar jetën Kur'an dhe Sunna. Ta ata duhet thënë besimtarët. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ka thënë ejnë al-Hudhejfe. Ku është Hudhejfe ibn al-Yaman? Ta pyesim për fitnën. A nuk ishte aty prezent Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Muadh ibn Jabal, Abdullah ibn Mas'ud, dietarët më të mëdhej sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për çfarë po e pyet Omar ibn al-Khattab Hudhejfe ibn al-Yaman? Sepse ai ishte njeriu më i ditur për çështjet e fitnës. Prandaj njerëzit e sinqert vetëm e kërkojnë argumentin dhe janë sinqert dhe të çiltër. Dhe kthehen ku aty duhet mësohet feja. Andaj robët e Allahut, ittaqullaha haqqa tuqatih. Keni frikën e Allahut me një frikë të vërtetë. Dhe ruajini gjuhën e juaj, zemrat e juaja, gjymtyrët e juaja nga padrejtësitë, sepse padrejtësia është dhulmun yawm al-qiyamah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë yati yawm al-qiyamah, njeriu vjen ditën e gjykimit me namaz, me agjerim, me gjitha këto, mirë po është i falimentuar. Për çfarë? Sepse vjen ky njeri, ka shan njerëzit, ka fyr njerëzit. Dhe fyrja më e madhe është për dietarët. Fyrja më e madhe është për ehlul ilm, ar-rasikhin. Dhe dietarët janë ata të cilët janë të dëshmuar nga fjalët e imamëve të mëdhej. Janë dëshmuar me librat e tyre. Janë dëshmuar me veprat e tyre. Dhe duhet me ruaj gjuhën e tyre. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që t'i bashkoj zemrat e besimtarëve në të vërtetën dhe na largojnë nga çdo njeri i cili ka qëllime të këqija, që të fut sherr mes besimtarëve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqi wa imtinani wa usalli wa usallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të dashur besimtar, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm." Mos fol për një çështje që nuk e dije, sepse në ditën e gjykimit dëgjimi, shiqimi, zemra kanë me dhënë llogari. Është një fjalë e njohur, rahimallahu mra'an 'arafa qadra nafsih. Allahu më shiroft ai i cili din pozitën që e ka. Pozitën që e ka. Ka njerëz që marrin guxim, që nuk din as leximin e Kur'anit. Mundohen të mposhtin vendimet dhe qëndrimet e imamëve të sunetit në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një nga imamët më të mëdhej që i ka ndëruar, që ka qenë ky ummet i ndëruar, është Imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Ai ka thënë se është padrejtësi, dhulmun me etiketu ehli sunetin sa'afiqa. Vin njerëz në vendin tonë të paditur. Wa rabbis sama, pasha Allahun, as suratul Fatiha nuk din me lexu. Dhe mundohen me imposht fjalët e imamëve të sunetit. Dhe akuzojnë të tjerët se po bojnë fitnën mes muslimanëve.
Prandaj, keni frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ashtu si shkërkon Allahu subhanahu wa ta'ala, fasalu ahle dhikrin kuntum la ta'lamun. Për gjërat të cilat nuk i dini, pyetni ata të cilët janë të ditur. Njeriu duhet të largohet fitneve maksimalisht që ka mundësi. Por nëse futet, atë duhet futet me dituri dhe me drejtësi, jo me gjehel dhe me pa drejtësi. Dhe pa dyshim se njeriu i cili ka problem me veten e tij, pra ka problem me njohuritë thelbësore të Islamit, dëshiron ta ngarkon veten me çështjet më të rëndësishme të Islamit. Prandaj, keni frikën e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe kujdesni nga kush ndikoheni. Asnjëherë mos u friksoni prej talebëve që kanë qëndrueshmërinë fe dhe mësojnë fen prej dietarëve të mëdhej. E në veçanti në fitnë kthehen te imamëve të sunetit dhe nuk ndikohen nga njerëzit të cilët janë pra të luhatshëm dhe fusin kësi dyshime, tamam si pasues të bidatit që etiketojnë me dakhile, el wahabije, me çfarë të drejtë tani ehlu suneti etiketojnë si saafika. Kjo është dhulm. Andaj, keni frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu na ka ndëruar në këtë vend me qenë pasues sunetit. Mos u bëni armisht dhe kundërshtar dhe njerëz të fitneve dhe urrëties që futni urrëtien mes njerëzve ndaj atyre që kanë mësuar këtë Islam sipas Kuranit dhe Sunetit, duke mos ju friksuar askujt, duke ditë çfarë rrethana jetojmë dhe në çfarë vendi jetojmë. Andaj lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na forcojë deri në vdekje, duke folë të vërtetën, që asnjëherë të mos rrshasim nga rruga selefus salih, rruga e selefije e pastër, që është me ndjek argumentin, jo verbrisht, jo si të verbër, por me argumente të qarta, me argumente duke pas sinqeritet, dhe ai i cili me maturi e përcjell të vërtetën, pastaj merr vendim, ai nuk është i luhatshëm, por ajo tregon sinqeritetin e tij. Dhe lutim Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që të na forcojnë këtë rrugën e selefia, rrugën e ehli sunna, dhe të na mbroj nga kurthat e atyre që kanë qëllime të këqija, apo ignorantëve të paditur, ignorantëve që ndoshta s'kan qëllime të këqija, po janë të paditur, që e fundosin edhe veten edhe të tjerët. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warda Allahumma an arbatil khulafa a'immatil hunafa Abi